shpresë së shpejti do të kemi mundësi që ta hapim këtë, ta çelim këtë hapësirë për një qëllim krejt të ndryshëm e për aktivitete krejt të tjera, për njerëz krijues, të talentuar e për çdo që na viziton e kërkon ta ndaj këtë hapësirë. Por më shumë se kaq, po kemi sot të nisim diçka më të butë, po nisim të mendojmë në terma konkrete përballë dhjetra projekteve për të ardhmen e një zone të tërë përreth që do të bëhet parku i besimit.